Cila është surja më e shkurtër në Kur'an? Surja më e shkurtër në Kur'an është surja El Kauthar, ku Allahu i lartësuar thot në këtë sure: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Pra kërkoj mbrojtje në Allahut prej shejtanit të mallkuar, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Inna a'tainaka al-kauthar. Kuptimi i këtij ajeti: ne të kemi dhënë ty, o Muhammed, për mirësim këtë botë, dhe të kemi dhënë El Kauthar është një lumë që është për Muhammedin alayhi salam, botën tjetër në xhennet. Ky lumë është më i ëmbël se mjalti, më i bardhë se sa qumshti. Dy skajet e tij janë diamant, ndërsa balta e tij është misk. Më pas Allahu i lartësuar i drejtohet profetit alayhi salam, i thot: Fasalli li rabbika wanhar. Andaj pra, si në shenjë falenderimin ndaj këtyre të mirave që i ka dhënë Zoti i gjatësisë, falu për Zotin tënd dhe për të bëj kurban. Urdhëron Allahu i lartësuar, pra që namazi për Allahun e lartësuar, po ashtu edhe kurbani për Zotin e gjatësisë. Më pas thot Allahu i lartësuar: Inna shani'aka huwa al-abtar. Me të vërtetë ai që të urren ty, urren pra mesazhin me cilin erdhi profeti alayhis salam, ai është farsosur.